sa orë gjumë realisht duhet të flejë një fëmijë, që të ketë një rritje dhe zhvillim të plot dhe të shëndetshëm? Shumë e drejtë pyetja, e para njërë është individuale. Pra, çdo individ ka orët e veta të gjumit të cilët ati i nevojiten që t'jetë mirë të nesërme dhe që të funksionoj ashtu si duhet ditën e nesërme. Sasia e gjumit nuk ka recetat mirëfillta, por varion nga 12-14 orë në ditë në një fëmijë shumë të vogël. Sa? 12 deri në 14 orë në një fëmijë të vogël, po themi deri në moshën 1 vjeç, dhe më pas fillon dhe reduktohet sasia orëve derisa kalon 7 deri në 9 orë në moshën adulte me një mesatare diku te 8 orët në moshën e adoleshencës apo në moshën adulte. Gjëja tjetër që unë mendoj dhe një nga faktorët kryesorë që në fakt do dua të përmend që ka të bëj me problematika që kemi ne me çrregullimet e gjumit, duke filluar sepse janë të shumta, kemi insomnian ose pagjumsinë, ashtu siç thatë ju, vështirësi në zënjen e gjumit, pra fëmia e ka shumë vështirë që ta zërë gjumi dhe njëkohësisht edhe nëse zë shpejt, çohet shumë herë gjatë natës. Problematik tjetër në çrregullimet e gjumit është apnea obstruktive e gjumit, për cilën flitet pak ose as pak dhe është një nga çrregullimet kryesore që mund t'japi te fëmijët e vegjël, një problematika që lidhen me problematika sjellore behaviorale, mund t'japi ADHD, mund t'japi problematika të urinimit gjatë natës. Kemi parasomnit në cilën futet somnambulizmi, pra ecja në gjumë, apo të folurit gjatë gjumit,